të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki! Hej mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le ta shikojmë. Oh, Pluto, ti do të marrësh bashkë me mua, që kështu të kemi një paratë të vogël. Mini pas ka probleme me paradën e saj. Mendoj se koha e ushtrimeve mund ta ndihmoj atë. Ani me mua. Le të shkojmë. Ç'kemi Miki? Do të doja shumë të kisha një paratë, por Pluto ndaloi se marshuari bashkë me mua. E po unë e di se çfarë ushtrimesh mund të na ndihmojnë të gjithëve. Ajo quhet ndiq Miushin. Ngrihuni që të gjithë. Gati? Në rregull. Ndiq Miushin. Hey, ai jam unë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq marshimin bashkë me mua, fëmijë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Tani marsho mbrapa me shumë kujdes. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq Miushin dhe ndalo me mua. Tani është radha jote ta bësh Miushin. Oh, në rregull Miki. Ani, le ta ndjekim së bashku Miushin. Ndiq Miushin. Hej, ai jam unë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq marshimin bashkë me mua, fëmijë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Tani marsho mbrapa me shumë kujdes. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq Miushin dhe ndalo me mua. Në rregull Pluto, tani është rradha jote. Ani të gjithë, bashkoni me mua dhe ndiqni Pluton. Ndiq qenin. Marsho përpara. Marsho përpara. Ndiq marshimin bashkë me mua, fëmijë. Marsho përpara, 1, 2, 3. Ndiq qenin dhe ndalo me mua. Faleminderit për ushtrimet e tua, Miki. Tani të gjithë mund të marrëshën në paradën time të vogël. Ju falenderoj dhe ju gjithashtu. Ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Ani të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki! Ç'kemi mjet? Kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le të shohim. Figaro? Oh, Figaro? Oh, sot, ku je vallë? Mini po kërkon për macën e saj. Ndoshta koha e ushtrimeve mund ta ndihmojë atë me shumë gjasa. Ani! Le të shkojmë. Ç'kemi Mini? Ç'kemi Miki? Kam kërkuar kudo për Figaron, por nuk po e gjej dot atë. Po, e gjitha se çfarë mund të bësh është të mendosh si një mace. Kështu mund të kuptosh se ku ka shkuar Figaro. Dhe unë di një ushtrim të mirë që mund të të ndihmoj. Ne do të bëjmë si mace. Ani pra të gjithë. Shpresoj të jetë këtej afër. Në rregull? Mirë atëherë. Si fillim, të vëm duart dhe gjunjët në tokë. Tani bëj sikur je një mace dhe ngrije pak shpinën më lart, më lart, më lart. Në rregull. Tani fillo ta ecësh si një mace. Lëviz, lëviz, lëviz. Lëviz si një mace. Është gjithmonë argëtuese të bësh diçka të tillë. Lëvizi si një mace. Në rregull Miki. Tani shiko për rreth. Dhe bëj një tingull si një mace dhe miau. Miau. Edhe një herë tjetër. Lëviz, lëviz, lëviz. Lëviz si një mace.
gjithmonë argëuese të bësh diçka të tillë. Vazhdo të lëvizësh. Në rregull. Tani shiko për rreth. Dhe bëj një tingull si një mace dhe miau. Apo mendon si një mace? Sigurisht që po. Dhe unë e di se çfarë mendon Figaro zakonisht që të bëj. Tjetër, ai pëlqen në një vend të lezetshëm e të ngrohtë për të fitur. Kështu mund ta gjejmë Figaron. Eja, më ndiq mua. Unë jam një mace ku gjen krevate dhe një vend ku të fle për kokën time gjumashe. Duke kërkuar sa ndekëtej. Duke kërkuar për diçka sa më të butë. Ha! Si divani! Oh, Figaro të gjeta më në fund. Miki, faleminderit që më ndihmove të gjej Figaron me kohën e ushtrimeve, ose duhet të them me mjau ushtrime. Dhe faleminderit dhe ju gjithashtu. Ne, ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Shiko këtë, Miki. Upsi. Përpjekje e bukur, Gufi. Hey Miki. Hey mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le të shohim. Oh, duket që Pluto është i mërzitur. Topi i tij preferuar pas ka ngecur lart në pemë. Ndoshta pak nga koha e ushtrimeve mund ta ndihmoj Pluton. Ani. Le të shkojmë. Mos u shqetëso, Pluto. Do të ndihmojmë ta marrësh pësëri topin të mbrapshta për të qenë si bukë me djath. Nuk më do mende që të t'jetë si bukë me djath, Gufi. Shiko gjithë ato gjëra në rrugë. Fatmirësisht, unë di një ushtrim i ushësh që mund të arrim topin atje lart. Ajo që duhet të bëjmë është të kërcim. Të zvarritemi dhe të kërcim më lart. Keni hapësirë në dhomat tuaja? Mrekulli! Si fillim, le të kërcim si për kubave. Kërce! Tani dalo. Tani le të zvarritemi tek çadra. Në rregull. Duke bërë sikur je i vogël. Dhe zvarritu. Le të hidhemi sa më lart. Hidhe sa më lart deri në qiell. Vazhdo përpara. Kërce. Tani dalo. Duke bërë sikur je i vogël dhe zvarritu. Hidhu sa më lart deri në qiell. Edhe një herë tjetër. Kërce. Tani dalo. Duke bërë sikur je i vogël. Dhe zvarritu. Tani për të marrur topin, du të rodh sa më lart deri në qiell. Kështu të lumë, Pluto. Ja dole mban. Keni pra ushtime të përkryera për Miushi që të gjithë, që të jo hedhjet dhe zvarriti dhe kërcimi, ti boj Pluton që të merrte përsëri topin e tij të preferuar që ka. Ne, ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të
të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki, Hej mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? le të shohim. Unë nuk mundem të kap fluzgat. Mendoj se Gufi ka nevojë për ca ushtrime të shëndetshme. Ani? Le të shkojmë. Hej Gufi, mos ke ndonjë problem me fluzkat? Dua të luaj plasje e fluzkave, por nuk mund të hidhem dot më lart që të plas sikur vetëm një. Por unë di një ushtrim të mirë që mund të ndihmoj, quhet hedhje të Gufit. Si fillim, hidhu dhe luaj duart nga të dyja anët. Pastaj, uli krahët poshtë dhe hidhi të dyja këmbët lart. Në këtë mënyrë. Ani të gjithë, le t'i tregojmë Gufit si të mësoj hedhjen e Gufit. Shpresoj të keni vend në dhomat tuaja. Tani hidhuni lart që të gjithë, sa më lart të mundeni. Vazhdoni të hidheni lart sepse po bëni punë shumë të mirë. Hedhjet e Gufit janë argëtuese, ju mund ta bëni këtë çdo ditë. Vazhdoni me hedhjen, duke u hedhur dhe do t'jeni shumë mirë. Hidhu sa më lart. Hidhu. Tani le të plasim fluzkat ndërkohë që bëjmë hedhjen e Gufit. Kur plas fluzkat, unë qesh. Hedhjet e Gufit janë argëtuese shumë. Plasi fort, pop. Tani ndalo. A je gati të bësh hedhjet e Gufit dhe të plasësh disa fluzka lart? E po, mendoj se po. Le ti bashkohemi që të gjithë Gufit. Ja ku po fillojmë. Tani hidhuni lart që të gjithë, sa më lart të mundeni. Vazhdoni të hidheni lart sepse po bëni punë shumë të mirë. Hedhjet e Gufit janë argëtuese dhe duhet ta bëni këtë çdo ditë. Vazhdoni me hedhjen, duke u hedhur dhe do të jeni shumë mirë. Hidhu sa më lart. Hidhu. Tani do të përpiqem që të plas disa fluzka, edhe ti bëjeni provë gjithashtu. Kur plas fluzkat unë qesh Hedhjet e Gufit janë shumë argëtuese. Hidhu, plasi fluzkat, pop. Plasi fluzkat, pop. Tani ndalo. Unë I plasa fluzkat e mia, janë dolën ban. Faleminderit Miki, faleminderit edhe ju që keni bërë hedhjet e Gufit. Ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Ani të gjithë, është koha për Miushi Miki, koha e ushtrimeve. Ani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Më prit dhe mua, Miki. Ups. Hej Miki, Pra kush ka nevojë për ndihmën tonë sot, mjet? le të shohim. Duket që Donaldi ka nevojë për ndihmën tonë. Atij duhet koha e ushtrimeve. Ani? Le të shkojmë. Ajuns po përpiqem të bëj unë është të arrojës dhe të afusë të brenda. Mos u shitë sot, Donald, ne mund të ndihmojmë me kohën e ushtrimeve. Ani të gjithë, ne do të bëjmë disa ushtrime duke lëvizur krahët tona si hunda e një elefanti. Si një elefant? Pikërisht ashtu. Pra, le të ngrem krahët dhe t'ja tregojmë Donaldit. Tani shpresoj që të keni hapësirë të mjaftueshme për kohën e ushtrimeve. Jeni gati? Bëni sikur e keni hundën e elefantit. Tani vendosni duar përpara jush dhe Lëkundi, hundën tënde të elefantit. Lëkundi, bëni lëvizje me shënjestër. Edhe një herë tjetër. Lëkundi, hundën tënde të elefantit. Lëkundi, bëni lëvizje me shënjestër.
Tani, bëni si ku jeni në klub golfi dhe luani kështu. Mund të bëj kështu. Lëkunde, shkopi të ndë këtë mënyrë. Lëkunde, le të bëjmë atë që do të the. Tani ndalosë lëkundëri. Kjo ishte gjithuese. Jani pra shikues, le të lëkundemi bashkë me Donaldi në klub. Lëkunde. Kjo jam bën. Edhe ju ja dolin gjithashtu. Faleminderit Gofi. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Jani të gjithë, është koha për një ushimiki, koha e ushtrimeve. Jani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Hej Miki. Hej mjet, kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? Le të shohim. Clarabella ka nevojë për përmirësim në hedhjen e kekut. Dhe unë e di që ka një ushtrim kohor që mund ta ndihmoj atë. Eja! Le të shkojmë. Ç'kemi Clarabella? Miki, kam qenë duke i hedhur kekët e vegjël gjatë gjithë mëngjesit sot, por nuk kam sigur një shënjestër të vetme. Por unë di një ushtrim që mund të përmirësoj hedhjen e kekëve të tutë vegjël që ke aty. Eja! Një hedhje Bing Bang, goxha argëtuese. Rri pikërisht aty, zonja vogël. Zonja të parat, ti duhet të shkosh të hedhësh Big Bangu në çdo vrim, ku më pas tek të treja do të fitosh nga një çmim. Kështu do të mësojmë në kohën e ushtrimeve. E jani të gjithë? Le t'i tregojmë Clarabella se si të hedhi topin e Big Bangut brenda vrimave. Mbaje Big Bangu në dorë sikur të jetë sapun. Shiko atë qese se ku mund të shkoj. Lëkunde krahun për të ngrohur pak. Bëu gati, pozicionohu. Lëre të shkoj. Le ta provojmë përsëri. Dhe këtë herë ushtrohu bashkë me ne, Clarabella. Mbaje Bing Bangu në dorë sikur të jetë sapun. Shiko atë qese se ku mund të shkoj. Lëkunde krahun për të ngrohur. Bëu gati, pozicionohu, lëre të shkoj. Bukur, funksionoi. Mbaje Bing Bangu në dorë sikur të jetë sapun. Shiko atë qese se ku mund të shkoj. Lëkunde krahun për të ngrohur. Bëu gati, pozicionohu, lëre të shkoj. Kjo ishte hedhje për kryer që sapo bëre Clarabella. Tani duhet të provosh që të hedhësh kekët tek qendra e mus. Po dëshirëm që po. Bëhu gati, pozicionohu, lëre të shkoj. E përsosur, unë ja dola. Bukur, shumë hedhje bukur e kekëve, Clarabella. Faleminderit Miki, dhe faleminderit dhe ju, gjithashtu. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër. Jani të gjithë, është koha për një ushimiki, koha e ushtrimeve. Jani miq, ngriuni që të gjithë, humori ynë do të ndryshoj me shumë argëtim. Kështu që mu bashkoni do të shikoni shumë surpriza. Të gjithë do bëheni më mirë pasi të bëni fiskulturë. Është koha e ushtrimeve me mua. Mos më harroj dhe mua.
Unë jam mirë. Hej Miki, Ç'kemi mjet? Kush ka nevojë për ndihmën tonë sot? le të shohim. Sot. Mini nuk duket shumë e lumtur. Le të shohim se çfarë ushtrimesh mund ta ndihmojnë atë. Ani? Le të shkojmë. Ç'kemi Mini? Kemi Dima. Isha gati që të luaja jashtë sot, për me sa duke do filloj shi. Unë mendoj që koha e ushtrimeve mund të na ndihmojë së do pak. Dhe unë di një ushtrim të mirë që është e përsosur që të bëhet brenda shtëpisë. Unë e quaj Miki i thot. Kur unë të filloj fjalin me Miki thot, ju do të bëni çfarë do lloj gjoje që unë do t'ju them. Nëse për shembull them Miki thot, kërce, ju do kërceni. Por nëse unë them vetëm kërce, mos kërceni. E jeni që të gjithë, le të shohim se çfarë do të thotë Miki më pas. Shpresoj që të keni një dhonë të përshtatshme për këtë lojë. Çoni në këmbë. Gati? Miki thot, qohu dhe kërce. Miki thot, në rregull tani ndalo. Miki thot, përkulu dhe prek gishtat e këmbëve. Miki thot, le ta bëjmë sërish këtë. Ja ku po shkojmë. Miki thot, përkulu dhe prek gishtat e këmbëve. Tani kërce lart dhe prek hundën tënde. Ups. Me o dhe bukur Miki. Ti nuk the Miki thot, kërcej lart dhe prek hundën tënde. Le ta provojmë përsëri. Miki thot, qohuni dhe kërce lart. Miki thot, në rregull tani ndalo. Miki thot, përkulu dhe prek gishtat e këmbëve. Miki thot, tani kërce lart dhe prek hundën tënde. Tani në mund të kërcejmë dhe të prekim hundën tënë. Miki thot, qohi krahët sa më lart. Miki thot, përshëndet me dorë dhe thuaj mirupafshim. Mirupafshim. Koha e ushtrimeve dhe kjo lojë është goxhar këtuese. Faleminderit Dima. Faleminderit dhe ju gjithashtu. Ne ja dolëm. Faleminderit që ndoqët kohën e ushtrimeve bashkë me mua. Është argëtuese të bësh gjëra në mënyrë të shëndetshme. Koha e ushtrimeve. Shihemi herën tjetër.